Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, të gjitha falënderimet, madhërimet ja shprehim të Madhit Zot, ndërsa përshëndetjet më të përzemërta ja drejtojmë të dërguarit të fundit të njerëzimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, meqense se jemi në muajin e bekuar Rabiul Awwal, do të flasim sot për krijesën më të bukur të njerëzimit, për pejgamberin e fundit, të cilën Zoti e dërgoi mëshirë për mbar njerëzimin, dhe tha për të: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe nuk të dërguam ty, o Muhammed, përndryshe vetëm se mëshirë për gjithë botrat. Të nderuar vëllezër dhe motra, ardhja e pejgamberit të fundit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte si rezultat i lutjes së Ibrahimit alayhi salam, si hariqi i Isaut alayhi salam dhe ëndra që pa nëna e tij Eminja, ku thot që nga unë doli një dritë që shëndriti të gjitha pallatet e Shamit. Por cila ishte lutja që bëri Ibrahimi alayhi salam? Ai tha: "Rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim", o Zot, dërgoje një profet, një pejgamber nga mesi i tyre, nga zgjiri i tyre, që t'u lexoj atyre librin, t'u mësoj atyre rregullat dhe t'i pastroj ata nga idhujtaria. Ndërsa Isau alayhi salam, i cili ishte i dërguari i parafundit dhe ishte ardhur për një popull të caktuar, për një kohë të caktuar, dhe kishte sjellur një mesazh të caktuar për Beni Israilet. Ai pra ishte profeti i cili paralajmëroi ardhjen e të dërguarit të fundit, ku në surën Saf Allahu xhalla shanu na tregon këtë ajet kuranor dhe thot: "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilejkum musaddiqan lima bejne jedeje min at-Taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmed." O Beni Israil, o popullim, unë jam ardhur tek ju si i dërguar. Kam ardhur për të vërtetuar atë që është në Tevrat. Por një prej gjërave më të rëndësishme për të cilën kam ardhur është se pas meje do të vijë një pejgamber i cili do të quhet Ahmed. Dhe ky pejgamber është pejgamberi i fundit për njerëzimin, vula e pejgamberëve. Me ardhjen e tij, errësira u zhduk nga drita që solli ai. Të gjitha padrejtësitë përfunduan. Ai solli drejtësinë, ai solli dashurinë për njerëzimin. Ai arriti që në një kohë shumë të shkurt të shndroi atë vend të bekuar nga idhujtaria, nga adhurimi i idhujve në vendin e njëshmërisë së Zotit. Ai ishte pejgamberi i cili bëri reforma të mëdha në shoqërinë në të cilën erdhi, duke qenë kështu shembulli më i madh për jo vetëm për popullin e tij, por për gjithë njerëzimin. Lindja e tij nuk ishte vetëm një datë në kalendar. Përkundrazi, lindja e tij ishte një ndryshim i jashtëzakonshëm i shoqërisë. Imagjinojeni erdhi të një shoqëri të cilët e hanin njëri tjetrin, të cilët i bënin padrejtësi njëri tjetrit, të cilët varrosnin vajzat e tyre për sexhalli, alkooli, bigjozi, prostitucioni, çdo gjë e keqe kishte kapluar këtë shoqëri. Dhe erdhi ky i dërguar i bekuar për të ndryshuar një herë për gjithmonë gjendjen e këtij populli dhe për të qenë shembull për të gjithë popujt deri në fund të kësaj bote. Dhe imagjinoj një personalitet si Omeri radiallahu anhu, i cili tregon vetë se çfarë adhurimi kishte pasur para se të vijë Islami, i cili ndërtonte e krijonte Zotin e tij nga brumi dhe kur e kapte uria e hante atë.
ky ishte besimi i njerëzve paraardhjes së Muhamedit a.s. Po ky person ishte i cili bënte padrejtësi dhe vetëm me pranimin e Islamit u shndrua në njeriu më të drejtë që kishte njohur historia ndonjëherë. Pra, këto gjëra të cilat i bëri, këto reforma të cilat i bëri Muhamedi a.s. do të jenë që nga të kohë shembull edhe për kohën tonë. Ai jetoi brenda shoqërisë së tij si njeri i drejtë, i sinqert, edhe paraardhjes së mesazhit të pejgamberisë. Bile me veprimet e tij njerëzit filluan të mos e thërrisnin me emrin e tij, po i thonin erdhi el Emin, që do të thotë erdhi besniku. Ai ishte shumë i ri, por veprimet e tij të pjekura, të matura në shoqëri e bën njeriu më të dashur në shoqëri. Por në moshën 40 vjeçare, kur atij erdhi mesazhi në shpellën e Hiras, dhe ai e shpalosi mesazhin e tij para njerëzve, para të afërmëve, para shoqërisë ku jetonte, atëherë njerëzit më të dashur të tij, njerëzit më të afërm të tij u shndruan në armiq, ndërsa e konsideronin pejgamberin Muhammed a.s. si njeriu i cili kishte sjellur diçka të re dhe të dëmshme për ta. Dhe kjo është natyrisht prezente çdo kund. Nuk është vetëm në kohën e Muhamedit a.s. se ka ndodhur një gjë e tillë. Edhe në kohën që po jetojmë ne mund të ndodhë një njëjta gjë. Shumë njerëz të cilët sot i kemi në shoqëri dhe dëshirojnë të bëjnë diçka të mirë për shoqërinë tonë, janë pikërisht ata njerëz të cilët ne deri e kemi respektuar dhe i kemi dashur aq shumë që do dalin karshi dhe do dalin kundër veprimeve tona të cilët do të bëjmë diçka të mirë dhe diçka pozitive për shoqërinë të cilën jetojmë. Pikërisht duke bazuar në veprimet, në moralin dhe çdo gjë që kishte bërë dikur i dërguari i fundit Muhamedi a.s. sepse ajo është për ne shembulli kryesor i jetës sonë. Në anën tjetër, fjalën e fundit për Allahun, për njerëzimin, për gjithësinë, e tha Muhamedi a.s. Ai ishte ajka e njerëzimit, bërthama e ekzistencës së njerëzimit. Ishte lajmtari i fundit i të fshehtës. Me të u mbyll çdo gjë, sepse ai ishte profeti i fundit për njerëzimin. Për të folur për Muhamedin a.s. duhet një jetë e shkurt. Duhet flasim shumë, por ne do të flasim atë që ka folë edhe vetë Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar, ku është betuar edhe në jetën e tij. Betohem në jetën tënde, o Muhammed, se ata ishin të përhumbur në dehjen e tyre. Në një transmetim thuhet se Allahu xhaleshanuhu i tha Xhibrilit a.s. që të shkoj tek Muhamedi a.s. dhe të pyes: O Muhammed, a e din se sa të ka lartësuar Allahu? Ndërsa pejgamberi a.s. i tha: Allahu e din më së miri. Allahu xhaleshanu i tha Xhibrilit a.s. thuaj Muhamedit se emri yt është ngritur shumë lart, dhe sa herë që do të përmendet emri im, bashkë me të do të përmendet dhe emri yt. Me të vërtetë, ne dim shumë mirë që sot në të gjitha vendet e botës, në çdo cep të botës, përmendet sot në çdo moment fjala e Allahut, zëri i ngritur lart në minaret e muslimanëve kudo në botë, bashkë me të ngritet edhe emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ardhja e tij për ne, për besimtarët dhe për gjithë njerëzimin është një dhuratë. Këtë thotë edhe Allahu në Kur'an: Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Thotë Allahu xhaleshanuhu dërgoi dhuratë për njerëzimin që tua lexoj atyre ajetet e Allahut, ti pastroj ata nga idhujtaria, edhe pse me parë kanë qenë në humbje. Të nderuar vëllezër dhe motra, sa herë që ne kujtojmë lindjen e pejgamberit tonë të dashur Muhamedi a.s., dëgjojmë diskutime të ndryshme, të cilët secili prej tyre sjell argumente dhe diskuton sipas argumenteve që posedon.
Unë duhet të ndaj me juve një ngjarje të cilën e kam përjetuar vetë në vitin 2006 në Tiranë, pikërisht në Pallatin e Kongreseve. Në vitin 2006 u mblodh gjithaj njerëzi të cilët erdhen për të kujtuar edhe njëherë njeriun të cilën e kanë model të jetës së tyre. Ju dini mirë që ai Pallati i Kongreseve është ndërtuar nga komunizmi për të shërbyer komunizmit, për të shërbyer ateizmit, për të shërbyer çdo gjë që është jashtë fesë dhe besimit. Dhe askush dikur nuk e ka besuar që do të vijë dita që në vitin 2006 të mblidhen njerëzit për të festuar edhe njëherë lindjen e pejgamberit tonë të dashur Muhammed a.s. Dhe ata njerëz që kishin punuar me vite në atë vend, u çuditën edhe vetë dhe thanë si ka mundësi që kaq shumë mira njerëz të vinë dhe ne nuk e kuptojmë këtë gjë që po ndodh, sepse është hera e parë që një pallat i tillë të mbushet dhe të mbushet me njerëz. Çfarë kënaqësie e jashtëzakonshme të dëgjosh Kur'anin, të dëgjosh fjalët e pejgamberit alayhis salam, të mësosh më shumë për të. Dhe kur mbaroi programi, gjithë ata njerëz me libra në dorë që kishin në çantat e tyre, për në cilën shkruante edhe një herë folëm për krenarinë e njerëzimit, dhe njerëzimi filluan të kuptojnë se janë pjesë e një njeriu që ka bërë shumë për këtë njerëzim, njeriu i cili arriti të ndaloj të keqen, të ndaloj padrejtësinë, të ndaloj dhunën karshi njeriut, dhe u mbushën rrugët e Tiranës me njerëz të cilët edhe pse nuk kishin marrë pjesë, bënin pyetje në rrugë se çfarë ka ndodhur sot. Ç'është ajo gjë që ju bëi juve të bashkoheni kaq shumë dhe secili me dashuri të madhe, me respekt të madh fliste për pejgamberin e fundit Muhamedit alayhis salam, atë që e dëgjuan atë e transmetonin të njerëzit e tjerë. Pra ishte ky i dërguar i Zotit që i ringjalli edhe një herë zemrat e tyre me mesazhe të cilët pas shumë dekadave edhe një herë të dalë në shesh se ne jemi pjesë e komunitetit të cilin krenohemi që jemi pjesë e të dërguarit të fundit të njerëzimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, çdo kush duhet bëj pyetje vetës. A njohim sa duhet ne Muhamedit alayhis salam? A dim se çfarë ka bërë ai dhe çfarë ka sakrifikuar në jetën e tij që ne sot të jetojmë të lirë, që ne të kuptojmë se çfarë do thotë të jesh krijesë njeri. Edhe një herë të rikthehemi historisë së tij, të kthehemi edhe një herë veprimeve që ai ka bërë, fjalëve që ka thënë, kërkesave të tij që ka thënë për neve, që ne të rikthehemi edhe një herë jetës së tij në mënyrë që të jetë model për neve dhe për të ardhmen tonë. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, deri në takimin e ardhshëm ju lëm në mëshirën e Zotit të Madhërisht.